Një hap i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit dhe promovimin e pasurive natyrore dhe kulturore të qarkut Shkodër është bërë realitet. Këshilli i qarkut Shkodër ka prezantuar botimin më të ri, Guida turistike e qarkut Shkodër. Është një ftesë e hapur për të zbuluar bukurinë dhe shpirtin e kësaj treve. Është një udhtim që nis me një faqe, por zgjohet me dëshirën për të prekur tokën, për të dëgjuar gjuhën, për të shijuar traditat dhe për të ndjerë historinë që flet në çdo cep të këtij qarku. E pranishme në këtë aktivitet deputetja e qarkut Shkodër, Gjenis Çela, duke cilësuar këtë botim një kontribut më shumë për turizmin dhe sfidat që ai ka përpara, garantoi se për Shkodrën do të jetë gjithmonë një zonë në kuvendin e Shqipërisë që mbështet këtë sektor dhe zhvillimin e gjithanshëm të tij. Si përfaqësuese në kuvend, mbetem angazhuar që turizmi të mbështetet në politikat qarta dhe të qëndrueshme në mënyrë që pasuritë tona të ruhen, të zhvillohen, por dhe të kthehen në një burim mirëqënieje për gjithë qytetarët. Rektori i Universitetit Luiç Gurakuqi në Shkodër, profesor Dr. Tonin Gjuraj, duke vlerësuar botimin e kësaj guide, foli edhe për kontributin që lind këtij institucioni të jap në këtë drejtim. Bëj thirrje, po them edhe kolegëve dhe departamentit të turizmit që të jenë sa më pranë qarkut, sa më pranë bashkive që janë të territorit ton. Të pranishmit, pedagog, operator turistik dhe përfaqësues të pushtetit vendor vlerësuan nismën dhe theksuan rëndësinë që ka bashkëpunimi për të forcuar më tej pozitat e qarkut Shkodër në rajon, në sektorin e turizmit dhe jo vetëm.